Gjithnjë më e lartë është dëshira e fëmijëve për të mësuar të skiojnë. Në Tetov ka shumë kurse skijimi. Vizituam një prej tyre në Kodrën e Diellit për të parë se sa kohë u duhet fëmijëve që të mësojnë këtë sport dimror. Jam këtu që 3 vjet. Skijimi më pëlqen shumë. Më duket shumë interesant. Skijoj një herë vet, kur jam me prindërit, si për skilifta, lëshohem vet, kam hyrë edhe në gjashulse. Nuk kam hyrë në Cilipashin edhe në Tetex nuk kam hyrë, por në këto qerat kam hyrë dhe më duket shumë argëtuese. Unë që tash jam për 2 vjet e shkolle e skijimit të mësuar te shkolla Atomik. Për 2 vjet kena shku te gjashulset, te diulset dhe në aerodrom dhe më ka pëlqyer shumë mu skijimi. Unë jam viti 3 edhe më pëlqen shumë të skijoj. Shumë. Po jam mësu, shumë kënaqem edhe shumë mirë është. Shumë kënaqem. Mendoj sa pres dimri të vi që të shkoj ski. Interesimi është shtuar sidomos pas pandemisë kur fëmijët kalonin kohë të gjatë në fshatra dhe male. Një nga instruktorët na tregoi për moshën e përshtatshme për të nisur skijimin për më të vegjëlit. 6 vjeçare, 6 e gjys është po është naltë është moshë adekuate për në mësimin e skijimit, pasi që normal fëmija vjen këtu prej mëngjes, do ta kalojë tan ditën vet. Do të ishte i ambientuar paraprakisht. Realisht kurset për fillestari kemi 10 ditë. Për ato 10 ditë fëmija 7 ditë ushtron poshtë e pjesa pas skilifte mëson hapat e parë dhe masandej 3 ditë e tjera hypen në skilift. Kjo përfundon viti i parë. Vitin e dytë masandej njëti grup me sudovie është 3 ditë në ripost, aty rikujtohen senet dhe 7 ditë tjera hypen me skilift. Kjo domethënë që afërsisht 2 vjete fëmija mund nisë skijojë pa problem. Por sa janë çmimet? Çmimet ti marrim në vendin tonë, jemi ma ullët, Kodrën e Diellit. Mos bisedim në Ballkane dhe mos bisedim në rajon. Realisht për një kurs tek ne, për një kurs për shembull është 175 euro, kursi ku përfshihet rruga prej Tetov, kursi edhe ski me qira. Kjo është domethënë 175 euro është një çmim që realisht ku shkosh në vende të tjera këtë mund ta paguash për 2 orë ose për 1 orë këtë mësim. Por të ne domethënë është çmimet janë shumë të ulta. Faleminderit njerëz që më bënë edhe pyetjen se kisha dëshirë për ta shpreh këtë si problematik pse thuhet diçka që nuk merret informata paraprake. Shkollat e skijimit në Tetov ofrojnë mësime ditore apo javore dhe për të rritur, ku çmimet variojnë nga 20 euro dita për mësim individual deri në 150 euro për mësim javor.